Iniciativa kush është i radhës nga dita e sotme kam filluar me paraqitje në faza të kërkesave të tyre, bazuar në tragjedinë e Koqanit ku humbën jetën 61 persona. Ata thanë se do të fillojnë me një dorëzim formal në arkivin e të gjitha institucioneve, që e konsiderojnë veten kompetente për zbatimin e kërkesave. Ata sot kanë dorëzuar kërkesën e tyre të parë për vendosjen e të ashtu quajturit e inspektorati, në të cilën thonë se do të futen të gjithë procesverbalet e inspektimeve të kryera. Synimi i tyre është siç thonë ata, që të gjithë të dinë nëse një objekt hotelerie është i sigurt apo jo. Kako go zamislime një e inspektorat? Do të jetë faqe ku secili prej nesh do të mund të shkruajë emrin e subjektit, vendin ku planifikojnë të pinë kafe, të argëtohen e kështu me radhë, dhe me këtë do të publikohen të gjitha dokumentet, të gjitha inspektimet, qofshin pozitive apo negative, të gjitha do të publikohen në atë faqe. Ata thonë se janë të gatshëm të ndihmojnë qeverinë në zbatimin e inspektoratit, por kanë edhe kërkesa të tjera, veçanërisht në fushën e drejtësisë, të cilat do t'i paraqesin në faza. Sistemi harron ne jo. Nën Kotmoto ata paralajmëruan një tjetër protestë që do të mbahet ditën e nesërme, në të cilën do të kërkojnë drejtësi dhe transparencë për të gjitha rastet.